nuk mund ta shmangni dot fjalën oligark. Është lidhja Edi Rama oligark apo anasjelltas që është e keqja e këtij vendit, apo oligarkët janë thjesht persona që e dinë se pa Edi Ramën nuk mund të ecin përpara në biznes. Është një pyetje shumë me vend dhe mua më vjen mirë që më jepet rasti ta shpjegoj, sepse ajo që dua shpeshherë ngatrohet ndoshta në qasjen e lëvizjes bashk, është ideja e oligarkut si një sipërmarrës i cili thjesht ka ca të ardhura më shumë se sa të tjerë, se i ka shkuar biznesi më mirë se sa të tjerë, që s'është fare kështu. Për mendimin tim, oligarkët nuk do duhet të ekzistonin në një shoqëri, por kjo s'do të thotë se duhet të ekzistojnë sipërmarrës të ndershëm, qofshin ata dhe mjaft të suksesshëm dhe të pasur, si thua. Pra, pse them që s'duhet ekzistojnë oligarkët? Sepse që nga përkufizimi i termit oligark bëhet fjalë për sipërmarrës me fuqi ekonomike, të cilët influencojnë politikat e një qeverie, jo në të mirët si thash të mirës publike, por për interesin e tyre privat. Dhe jo vetëm kaq, por që është në dëm të interesit publik. Dhe kur është në dëm të interesit publik, atëherë është problematik të cilën e vuajmë të gjithë së bashku.